Të dashur shqiptar, sot është një ditë e veçantë sepse sot do ta mësojmë cila shpejtësia e udhëtimit të zërit tek veshi i shqiptarit, pastaj nga veshi i shqiptarit në trurin e shqiptarit, në perceptimin e tingullit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet ta krahasojmë me shpejtësinë e lëvizjes së birrës dhe pastaj e nxjerrjes së ujit të hollë. Cila është shpejtësia e birrës që del nga trupi i njeriu nga momenti kur e pi dhe shpejtësia me cilin shqiptari kupton fjalët e ilirëve, emrat e fisëve ilire, të gjyshërve tanë, të dashur, të pellazgëve, gëzuar sepse tani do ta mësojmë këtë shpejtësi. Tani unë nuk e dija që mund krahasohet shpejtësia e lëvizjes së birrës në trupin e njeriut dhe shpejtësia e perceptimit të emrave ilirë nga shqiptari. Është një krahasim i jashtëzakonshëm, i pa imagjinueshëm. Ky film ka për të hyrë në histori. Të dashur shqiptar, ky është fjalori i Hezikiusit të Aleksandrisë, i përgatitur në shekullin e 6 të erës sonë, dhe në këtë librari është gjetur pikërisht emri i fisit i lirë Penestai. Dhe ata që din pak greqisht ose që kanë mbiemrin Dule, do të shikojnë që Douloi është shpjeguar emri Penestai, por Douloi të gjithë shqiptarët e dinë që ka kuptimin skllav. Do të thënë, Douloi është shumësi i doulos, do thot dule ose skllav në gjuhën shqipe, është emri i shqiptarëve që e quajnë veten grek dhe që punojnë për interesat e Greqisë, dulet. Ky turpi i botës, tani Penestai, quhen pellazgët në Thesali, të dashur shqiptar, dhe ka kuptimin dulet ose sklevrit. Pra nuk ka nevojë fare që të dish greqisht, mjafton të dish emrin e duleve, që ta kuptosh më njëherë që këtë bësh me emrin sklever. Pra nuk duhet dish asnjë gjuhë huaj ta kuptosh që këtë bësh me sklevrit. Të dashur shqiptar, kjo është shpejtësia e udhëtimit të sinjalit nga goja e ilirit 29 shekuj më përpara, kur u krijua kjo fjalë, Penestai, dhe në momentin që unë po bëj këtë film tani. Kanë kaluar 2900 vjet, të dashur shqiptar. Kjo shpejtësia e udhëtimit të sinjalit nga goja e ilirit, gjyshit ton, tek veshi i shqiptarit, dy këmbshit, monosilabikut, një qelizorit, pellazgut, quheni si doni ju, shqiptarin. Ky është shqiptari vëllai i Sudes, nga Pradeshi, që e quhen vetëm pellazg. Fisi më i madh i lirë, Penestai, do thot sklav. Dule. Dulet tani janë bërë me Greqinë, janë bërë me Partinë e të Drejtave të Njeriut dhe duan t'ia japin Shqipërinë e Jugut të gjithë Greqisë, të dashur shqiptar, këta janë dulet. Është për te imagjinatës njerëzore. Pra nuk ke nevojë fare të mësosh asnjë gjuhë huaj, fare, mjafton mbiemri dule i shqiptarit dhe e kupton ç'do thot Penestai, sklav. Tani ta shikojmë me hollësi se ç'do thot Penestai nga vjen. Po quhet fis i lirë nga Tit Livi. I dashur shqiptaris Drilonis. Fjala Drilon, emri lumi drin, në gjuhën helene ka kuptimin organ mashkullor, që prodhon lëngje të pishme për penestët. Fis i lirë, që ndryshe në gjuhën greke shqiptohet Penestai, dhe në shumës në greqisht kjo shpjegohet douloi, do me thënë dulet, fjalë për fjalë, të dashur shqiptar. Tani ky është përkthimi në anglisht dhe unë do të them dhe në shqip çfarë do të thotë. Penestai janë sklever, por jo të lindur si të tillë, ata punojnë tokën. Disa ishin helot, të tjerë ishin punëtor shtëpie, shërbëtor, ose njerëz shumë të varfër që kanë humbur lirinë.
Penestaj ishte shtresa e ullët në Thesali, pra pëllazgët quhen ndryshe Penestaj ose Sklever. Janë të shpjeguara të gjitha fjalët këtu në gjuhën angleze me kuptimin jo të lindur si Sklever, por të kthyer në Sklever nga varfëria. Emri Penestaj vjen nga fjala penes, do thot punë në gjuhën greke të dashur shqiptar, dhe ky është emri i fisit i lirë Penestaj të përmendur nga Tit Livi. Dhe duket sikur nuk ka lidhje fare me fjalën Penestaj, sepse në gjuhën latine kjo ishte Penestae, por në gjuhën latine ka ndodhur një ndryshim fonetik. Penestaj është kthyer në Penestae. Këtë ne nuk e dinim, këtë e mësuam sot nga unë, të dashur shqiptar, dhe po të doni, e keni dhe librin, është libri 45, kapitulli 26, në veprën e Tit Livit ku shfaqet fjala Penestae, që do thot Skleverit, por Tit Livi nuk e dinte, ai thot që është fis i lirë të dashur shqiptar. Këtu shpjegohet që penestët u bën me Romën. Prandaj gjuha shqipe mbijetoi sepse Skleverit Penestae në fakt u çliruan nga romakët. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Për arsye pse populli shqiptar përdor kaq shumë fjalë nga latinishtja, është se ne e quanim ushtrinë romake ushtri çlirimtare. Penestët u çliruan nga romakët të dashur shqiptar dhe u bën me romakët kundër Filipit të Maqedonisë. Për këtë arsye ata u falen nga romakët, fituan lirinë. Po të mos ishin romakët, sot e kësaj dite ne do flisnim greqisht, të dashur shqiptar. Romakët na pas kanë çliruar neve, o Zot i madh. Të dashur shqiptar, për një periudhë prej 30 vjetësh, unë kam arritur të skanoj dhe të mbledh të gjitha dokumentat për penestët. Por më i bukuri është dokumenti i Stefanosit të Bizantit, që thot që Penestai ishin një popull i Thesalis. Dhe emri i tyre shqiptohet në greqisht, një lloj si emri Orestai dhe Thyestai. E kuptoni apo jo? Penestai është mënyra se si grekët e shqiptojnë këtë fjalë. Është fjalë greke që ka hyrë në latinisht Penestae. E kuptuat? Është shpjeguar në fjalorin e Bizantit. Kjo akademi është krijuar nga Justiniani i Madh me origjinë dardane, por ky Justiniani nuk fliste shqip, por greqisht, të dashur shqiptar. Kjo është akademia e tij. Dhe po ta shikoni fjalën Penestatos ka kuptimin njeri shumë i varfër. Është trajta siperore e mbiemrit Penestes, do thot i varfër. Pra, kjo është shumë e dhimbshme. Penesteia do thot varfëria, skllavëria. Edhe Aristoteli thot që kjo ishte një klasë e njerëzve të varfër në Thesali. Pra, kjo klasë ishte në Thesali, Penestae ishte klasë e roburuar në Iliri, fiset ilire quheshin Penestae. Pra sot u mësua përfundimisht që nuk ka fise ilire, ka vetëm emra fyes për ilirët. Dardanos do thot njëri i mbuluar me njolla të pista, njolla të zorës së trash, në greqisht, Dardanos. Kelidonos do thot dallëndyshe që nuk di të flasi. Shurd Mehmec, në gjuhën greke, për ilirët, është fjalë fyese. Breukoi, nga fjala breukos, nga dialekti i Kretës, do të thot larvat e bretkosës, për ilirët, nuk është fis i lirë, është fjalë fyese në përgjithësi për ilirët, quhen larva, vemje. Po ti marrësh të gjitha emrat e fiseve ilire janë fjalë fyese, që të gjitha. Shumë poshtruese, po më poshtruese nga gjitha është drilon, do thot organ mashkullor, dhe sot e kësaj dite, sidomos tek shqiptarët e Kosovës, por dhe në Shqipëri, janë mbi 20.000 shqiptarë që mbajnë emrin drilon, me krenari, të dashur shqiptar. E kam thënë në gjitha filmat e mi dhe vazhdojnë shqiptarët të mbajnë emrin drilon. Një nga vipat më të mëdhenj në televizion në Kosovës është një person që quhet Drilon. Ai shumë krenar që është Drilon.
si të gjithë kosovarët dhe shqiptarët, si të gjithë dëkëmshit të bardh albanët. Pra shpejtësia e komunikimit nga zëri i lirit tek veshi ynë ka zgjatur për 2900 vjet. Shpejtësia e kthimit të birës në Whitehall mund të jetë për shembull 30 minuta ose 1 orë. Ta provojmë? Duhet ta pim deri në fund. Tani unë kam mbledhur mbi 34 dokumenta të autorëve të lashtë, Helen, përfisin Ilir Penestaj. Ata e përdorin fjalën Penestaj për sklevrit, njerëz të varfër, nga fjala penes, do thot punë. Shumë njerëz thonë që vetë fjala punë është me origjinë nga greqishtja, do thot është një huazim. Jokli e ka nxjerrë me origjinë ilire. Jokli, nga që ne na dashuron kaq shumë. Unë do ta nxjerr fjalën punë në një film tjetër. Po çfarë si ka? Ilirët, të gjitha fistet e tyre kanë emra grek. Dokumentet e ilirëve janë në greqisht, emrat e qyteteve ilire janë në greqisht. Monedat ilire janë në greqisht. Pra ilirët kanë qenë të pushtuar, të sunduar nga grekët që nga shekulli 8 para Rëson. Ne kemi lindur si sklav, do me thënë nën tutelen greke, nën thundrën greke. Prandaj emrat e qyteteve shqiptare janë greke. Janë derdhur lumenj gjaku kot. Ne quajmë pushtuesin ton gjysh. E kuptoni apo jo? Sudet dalin në televizion dhe thonë që grekët janë shqiptar. E keni parë vetë në televizion. Madje kanë krijuar dhe parti politike. Sudet, pëllazgët, njëqelizorët. Pra nuk ka ku shkon më ulët, më poshtë, sa kemi rënë deri tani. Tani e kuptoni se sa të poshtëruar e ndjej veten unë kur shikoj kryeministrin shqiptar që përulet në gjunjë para kryeministres italiane. Dhe ai e ka kthyer vendin ton në vend burgjesh. Po ngrihen me 10 burgje gjigande për emigrantët. Tani, ju lutem përdoreni trurin për 1 sekond të vetme. Si do hyni ju në Europë, kur Shqipëria konsiderohet ferri i Europës dhe i Afrikës? Pse? Janë ngritur këto burgje jo për të sjellur emigrantët, që ta dini ju, por janë filmuar në Itali, këto burgje të tmerrshme, të frikshme, në mënyrë që të friksohen emigrantët që të mos shkojnë në Itali, sepse do të thonë, do ju çojmë në Shqipëri. Këtë kontratë ka bërë sot kryeministri shqiptar me kryeministrin britanik për të sjellë emigrant nga Afrika për në Shqipëri. Një kontratë të ngjashme do bëjnë gjermanët me Shqipërinë, por kanë bërë edhe me Serbinë, Gjermania. Të dashur shqiptar, këtë kontratë ka bërë dhe qeveria e Kosovës me qeverinë e Danimarkës për të sjellë kriminalët më të rrezikshëm për të kryer dënimin në Kosovë. I njëjti model po përdoret në Kosovë, i njëjti model po përdoret në Shqipëri. Pra Shqipëria dhe Kosova praktikisht janë kthyer në ferrin e Europës për të trembur emigrantët kriminalët, do ju çojmë në Shqipëri, do ju çojmë në Kosovë, atje do vdisni si qena. Tani si mendoni ju, si do futet Shqipëria dhe Kosova në Europë, kur ato konsiderohen ferri i Europës, dhe në këtë ferr sillen këtu emigrantët për të trembur emigrant dhe kriminal të tjerë në Angli dhe në Itali dhe në Gjermani. Mendoni pak, a keni pak tru, si do futet Shqipëria në Europë, kur ne jemi të merri emigrantëve? Na duhet Shqipëria, thon italianët, për të tmerruar emigrantët. Italia nuk do lejoj kur që Shqipëria të futet në Europë. Për sa kohë këto burgje do ekzistojnë në Shqipëri, dhe ky është vetëm fillimi. Në këto burgje do futen edhe shumë shqiptarë të dashur shqiptar, ata që e kundërshtojnë regjimin e narkoshtetit shqiptar.